Një nga veprat më të bukura dhe më të vështira në interpretim, por njëkohësisht një ndër më kulmoret e krijimtarisë së kompozitorit të famshëm rus Igor Stravinski u rikthye në Durrës. Pas më shumë se një dekade, vepra Historia ushtarit u risonë në qytetin bregdetar, por këtë herë nën interpretimin e instrumentistëve të Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura, një përrallë muzikore magjepsëse, ku muzika, fjala dhe lëvizja ndërthuren për të rrëfyer fatin e një ushtari që i shet shpirtin djallit. Një vepër që i flet publikut të përballshëm në të gjitha periudhat kur ajo zhvon në skenë. Është një muzikë jashtëzakonshme, por jo vetëm se është muzikë jashtëzakonshme, por është edhe një mesazh i rëndësishëm. Mesazh i tekstit që ka shkruar Ferdinand Ramyja në muzikën e Stravinskit në 1918. Dhe mesazhi është ky: shqitja e shpirtit, shqitja e vilinës në këtë rast, për më shumë para, për më shumë pushtet, dhe kur kjo shqitje është, si thënë, boshliku që të krijohet brenda teje, atëherë ti je dashje pa dashje brenda territorit të idealit. Është ideja e moralit që ka vepra. Them që është një moral që nuk është vetëm aktual, nuk është edhe i hershëm, është i përhershëm. Pra i të gjitha kohërave. Po është një vepër e vështirë, nuk është e lehtë të vjet, gjithashtu sfiduese, sa sfiduese dhe e bukur, se ka të bëj me aktrimin dhe me muzikën. Duket se kur janë vazhdime njëra tjetrës në tregimin e një prrallë faustiane midis lojës çfarë është më e rëndësishme në jetë, pragmatizmi apo lartësimi shpirtëror. Është një rrugtimi i një ushtari i cili dikun mes të rrugës humbet gjë më të shtrenjtë, edhe pse bëhet i pasur. Për instrumentistët e Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura, interpretimi i kësaj vepre është një sfidë e vështirë, por e bukur. Sot do luajmë Historinë e ushtarit nga kompozitori i njohur Stravinski. Jemi 3 solistë të Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura dhe është një nder dhe privilegj që luajmë me profesorin nderuar Florian Vlashi. Një vepër e përjetshme, plot ironi, ritëm dhe poezi, erdhi mbrëmjen e së shtunës në Durrës për të ringjallur tek ardarsi dursak emocionet e forta që vetëm muzika e mirë, aktrimi dhe interpretimi i shkëlqyer din të përcjellin.